Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone e përbashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kalojë dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj. Ajo është shkruar për ta garantuar funksionimin e shtetit. Funksionimin, jo zvarritjet dhe mos funksionimin, por funksionimin e shtetit. Dhe kushtetuta është po aq e qartë për pasojat që rrjedhin kur kuvendi dështon të kryejë detyrat e veta. Ajo e parashikon qartë se një kuvend që nuk arrin të zgjedhë presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarris procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Për më tepër, neni 82 dhe 86 i Kushtetutës duhet të lexohen së bashku. Edhe vetë gjykata kushtetuese ka theksuar se normat kushtetuese interpretohen në ndërlidhje me njëra tjetrën e jo të izoluara. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë se procedura për zgjedhjen e presidentit, edhe pse mund të fillojë deri 60 ditë para afatit të fundit, nuk mund të shtyhet më tej, por patjetër duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Pra afati përfundimtar është i qartë, ka qenë mbrëm në mesnatë dhe presidenti nuk mund të zgjedhet pas këtij momenti. Deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të kryer këtë detyrë kushtetuese nga momenti i konstituimit të tij. Ata vendosën që mos ta bëjnë këtë. Dhe ky është realiteti institucional me të cilin përballemi sot. Fakti që kuvendi ka zgjedhur të mos i shfrytëzojë ditët që i kishte në dispozicion nuk e ndryshon kushtetutën tonë. Nuk e shtyn afatin, e mbi të gjitha nuk e zhbën detyrimin tim të qartë kushtetues që ta shpërndaj këtë kuvend i cili dështoj. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Prandaj sot nuk kemi një situatë të hapur interpretimi. Kemi një situatë ku afati kushtetues tashmë ka përfunduar. Në këto rrethana gjuha e Kushtetutës është e detyrueshme. Neni 82 nuk thot se presidenti mund të zgjedhet deri 30 ditë para afatit. Thot duhet të zgjedhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra kjo nuk është një kompetencë diskrecionale, është një detyrim kushtetues.
Dhe për këtë arsye, në përputhje me nenin 82 dhe nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kam vendosur ta shpërndaj Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të shpall zgjedhjet e reja pas konsultimeve të cilat do t'i mbajmë me partitë politike. Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i Kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet, do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizoj edhe vetë kushtetutën e tij. Në kohë pasigurisht të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund të përballojë luksin e zvarritjeve të pafunda dhe të legitimitetit të kontestuar. Sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme, shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me kushtetutën. Shteti mbahet në këmbë nga një parim i vetëm, ligji e kushtetuta mbi të gjithë. Edhe mbi politikën, edhe mbi krerët e institucioneve. Prandaj sot nuk po marr një vendim politik, por po përmbush një detyrim të qartë kushtetues dhe po u rikthej fjalën atyre që në demokraci e kanë gjithmonë fjalën e fundit, qytetarëve të Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë, dua të ndalem gjithashtu tek një debat që ka dominuar dje gjatë ditës. Dje, siç e dini, kam dorëzuar në Kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. E kuptoj shumë mirë që kjo ka ngritur pyetje. Në një klim politike të tensionuar, çdo veprim shihet me dyshim dhe çdo vendim interpretohet përtej asaj që në fakt mund të jetë e vërtetë. Kjo është natyra e politikës, por dua të jem shumë e qartë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto amandamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm, pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vet amandamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra 6 muaj më herët, që do të thotë që edhe sikur këto amandamente të miratoheshin mbrëm, ato nuk do të ndryshonin asgjë sa i përket zgjedhjes së pasardhësit tim. Pra deri mbrëm në mesnatë ka qenë afati për zgjedhjen e pasardhësit tim, do të zgjedhej nga Kuvendi dhe tek pas 5 vitesh do të krijohej mundësia për zgjedhje të drejtë për drejtë nga populli. Në qoftë se jam e qartë, pra kjo s'ka të bëjë fare me mandatin tim, sepse mundësia për zgjedhje të drejtë për drejta nga populli do të krijojë tek pas 5 vitesh, sipas këtyre amendamenteve. Dhe jo tani, pra s'ka pas fare të bëj me mundësinë që unë të kandidoj në zgjedhje të reja tani.